I pasuri, El Gani. Kurani referohet Allahut si I pasuri 18 herë, në kontekste të ndryshme, nga një herë I vetëm dhe nga një herë së bashku me ndonjërin prej emrave të tjerë të Allahut. Vini re rastet vijuese. Një fjalë e mirë dhe një lehtësim që I bëhet lypsit është më e dobishme se një lëmosh që përcillet me të keqe. Allahu nuk ka nevojë për askënd, është I pasur, është I butë. El Bekare 263. Zoti yt nuk ka nevojë për asgjë, është I pasur, ai është mëshirues. El Enam 133. Pas të gjitha argumentave, ata, jo besimtarët, thanë: Allahu ka fëmijë, larg asaj është Allahu. Ai nuk ka nevojë, është I pasur. E ti është çka ka në qiej dhe çka ka në tokë. Ju nuk keni argumente për këtë që ta thoni. A thoni për Allahun çka nuk dini? Yunus 68. Allahu është I pasur, I lavdishëm vetvetiu. Ibrahim 8. Zoti im është I pasur, nuk ka nevojë, është I pa nevojë e bujar. En-Neml 40. Allahu është I pasur, vërtet nuk ka nevojë për askënd në tërë botën. El Ankebut 6. Është e rëndësishme që pasuria, vetëm mjaftueshmëria e Allahut përmendet në kontekste të shumta e të ndryshme. Këto ajete komunikojnë mesazhin se Allahu nuk ka nevojë për ata që largohen prej Tij, as nuk ka nevojë për ata që e përlëvdojnë. Allahu nuk është I varur nga askush në asnjë mënyrë. Përkundrazi, çdo gjë e krijuar varet nga Ai. Kjo varësi është e nevojshme për gjërat e krijuara. Kjo varësi, pashmangshmërisht, nuk mund të kapërcehet. Sidoqoftë, mundemi që përmes diturisë dhe besimit ta pranojmë nevojën tonë varësore e të natyrshme për Allahun. Allahu nuk ka nevojë për ne, jemi ne që kemi nevojë për të. O ju njerëz, ju keni nevojë për Allahun, e Allahu nuk ka nevojë për ju. Ai është I falendëruari. Fatir 15. Pavarësia dhe pasuria më e madhe që mund të arrijmë është pranimi I varësisë tonë me Zotin dhe nënshtrimi ndaj Tij përulësisht, duke I pranuar kufizimet tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përcjell se Allahu I lartësuar ka thënë: Asnjëri nga ju nuk ka fuqi të më sjellë dëm a dobi.